Dhe ky ishte një propozim që nuk u pranua nga pala iranianët. Iranianët janë të vendosur kësaj radhe që të mos ketë më çfarëgjë politike dhe duket sikur elemente të caktuar, sepse dhe Irani nuk është një njësi monolite, të themi, ndryshe mendon lideri suprem Khamenei, ndryshe është presidenti, ndryshe është garda revolucionare e Iranit. Dhe elementi më kryesor në këtë vendimmarrje është garda, që ka edhe, të themi, forcat ushtarake më të mëdha në numër si ushtar, por nga sa kuptohet edhe influencën ekonomike, sepse kontrollon shitje nafte, kontrollon kriptomoneda, kontrollon tregtinë në Flori. Pra është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm në vendimmarrje dhe ka element brenda gardës, bëhet me dije që janë shumë të interesuar që ta pranojnë sfidën e Amerikës dhe të shkëmbejnë zjarr me njëri tjetrin, duke menduar që sikurse amerikanët mendojnë që Irani është në pozitën e vet më të dobët ndonjëherë në historinë e tij mbas 79-s për shkak të lëvizjeve të brendshme, të protestave, edhe iranianët mendojnë që janë në formën e tyre më të mirë të mundshme ushtarakisht